me qëtim. Po thuj shpesh herë kështu kom dëgjuar ndam në përpupull, ka ndryshuar çështja e profesor Kadir Kreziut, bile Facebookin pjaman dhe juna. Unë e di që ju, se në të poshtë me ka erdhe. Bile nëse bën e kisha përmend. Jo. Dëgjom, unë do të thonë idetë i kam të mia, unë se përcjelli politikën që 45 vjet, pastaj kam këshilltar, i kam 10 këshilltar që punojnë. Idejon e ju? Ja. Idejon. Ja. E po që, a dim se përdam, se e po që studente ke pos Hajrullah Qekun edhe pat Artan Abrosha. Po Artan, po. E ke pos studente dhe? Po, dy. Në zonza kam qenë këtë histori klasës. Po, ka qenë zanës mirë? Shumë mirë, shkëllqishë. Se Hajrullah më ka duke shumë, simpatik e kështë. Dyte kanë pos kushtetut 5. Si këmë dhonë drejtë kushtetuse. 5 e kanë pos student? Po, atëherë. Dërgitje nuk është. Dhe më thonë e ka një ofrandin edhe ligjin që shatë. Shumë inteligentin, shumë djenë pirjen. A e një krenorë, dhe më thonë që i ke po? Absolutisht, unë për këtë kom liftu, për këta djemi, për juve kom liftu, jo për veti, mare. Ta më puna se për veti sa rejën burë e kini hongër. Sidomos, dhe më thonë, këto që thëtë populli, na jetën që lëpire, kemi pas, absolutisht. Kur që kisha menu që në tarmën dhe të bona në kryetar komune, ministere, gjykate, kryetar partije, tjera, absolutisht, kanë qenë absurde. Mi mendu se për çdo ditë kemi pas, dhe më thonë, kemi liftu me jetën. Fiturën një euro e Faton Picit në Facebook? Po. Po. A mendon dhe a beson që ka pos manipulime në Mitrovic? Jo, sa vrejta unë jo, fiturën një euro edhe... Nda e eurojmë, se burra i shqiptar është. Edhe Artana, pa ta djali mirë që i PDK-s. Po, Arjan Tahiri. Arjan Tahiri, i shkëllqyshëm, edhe a i euroj, edhe Bedri Hamze, i arrujmë krejt. Se jem shqiptar, në duhet me euroj. E vërtet, po ato do më thonë që dolem fletë votimit me numër djetë e kështu? Ja, është një, sa vrejta, unë është një problem teknik. Ma shumë i din këta KQZ-ave, këto duhet me marrë. është probleme teknike, nuk ka... Jo, është një mend detli, se na zdim për atë punë, po... KQZ-a duhet me marrë me këto, është institucion kushtetues, ata jenë përgjes për këte dhe duhet me marrë, se nuk dihet, probleme teknike, sa vrejta, unë i ka probleme teknike. Pa e ka shkel, profesor, a mendon që e ka shkel presidenti e Republikës Kosovës kushtetutën me që i dha mandatorin Glaukonjukës pa i pos numrat? Jo. Pse? Shikoni, du me a spjegu këtu, na jem... Shumë mirë, s'to po kam që me spjegu me diqka. Du me a spjegu shumë bukur këtë. Po. Kushtetutën e shkelin, mund të shkelin autoritetet e larta të shtetit, ato shkelje quhen shkelje serioze. E një për i shkeljeve serioze mund tjetë tradhti ndaj kombit, ndaj adheut. Nuk janë të shkelje kushtetute, këto janë shkelje të rregullore, si një akt normativ në ligjor. Asë një shkelje kushtetute gjatë tyre procedimeve në parlament s'ka ndodhë. Nuk është shkelje kushtetute, nuk mundet... As Fatmi Sidiu si ka shkelje asë njëherë? Jo, dhe më thonë, a i ka qenë kundërshtim me parimin e presidentit si autoritet i shtetit, se dhe më thonë kushtetuta thotë a i cili do të bëhet presidenti nuk mund tjetë edhe kryetari i partisë. Absolutisht. Edhe do të thotë ne e kemi se... A i ka shkel kushtetutën në rregullurën? Jo, ka shkel kushtetutën, e ka shkel për atë arsye se unë e kom pas profesor atë edhe kemi bisedu me ta, por ishte që është problemi politik, thëshëm në bjen një kërkes që si e kryetari i partisë, mos mirë, por për ndryshe na nuk i kemi rëzu, a i ka të dorëheqje, dhe më thonë se masa ndëshkuese kushtetuese janë veç 3, dhe më thonë është dorëheqja, është revokimi edhe shkarkimi.